Faleminderit Floriana, nuk e di nëse funksionon. Faleminderit gjithë pjesëmarrësve, faleminderit dhe departamentit për ndihmën. Unë fakt do fokusohem tek trashëgimia kulturore që ka qenë edhe një nga betejat themelore të Partisë Demokratike. Dua të them që kur nisi beteja për Butrindin ishte e vështirë sepse bëj fjalë për një organizatë që fshihej mbas emrit Amerika. Dhe nëse ti kundërshtoje koncesionin, bëhesh automatikisht anti-amerikan. Po fatmirësia ishte që kishte dhe Amerikan, të cilët na qëndronin në krah, si ish kongresmeni Joseph DeGuardi, që shprehte që vlerat e Amerikës nuk ishin ato të dhënurit koncesion. Dhe ishte pikërisht doktor Berisha që më ofroi mbështetjen pa kushte, vazhdoi betejën pavarësisht presioneve dhe pavarësisht etiketimeve. Dhe kjo në fakt ndryshoi edhe qasjen e gjithë Partisë Demokratike që kishte edhe kohët e veta të vështira, por edhe të gjithë njerëzve. Të gjithë njerëzit e përkrahën kauzën për të mbrojtur trashëgiminë kulturore dhe për të mbrojtur identitetin kombëtar. Kështu që një nga shtyllat bazë që ne kemi në programin ton është në trashëgiminë kulturore ne do të ndalojmë konceptin e koncesioneve. Është një koncept që nuk ekziston në asnjë vend të botës, nuk ekziston në Konventin e Parisit, nuk ekziston në manualet e UNESCO-s. Ne do të përqafojmë atë që përqafon UNESCO, që janë format e fondacioneve që japin donacione, ku privati është i mirëpritur, jo një privat, po 10 privat që vinë dhe japin para për trashëgiminë kulturore, po shteti gjithmonë përgjegjës dhe faktori mazhoritar i këtyre fondacioneve për të garantuar që gjëja më e rëndësishme është mbrojtja e identitetit, historisë dhe trashëgimisë dhe t'ja transferojmë atë brezave të ardhshëm më mirë, më të mbrojtur dhe jo të shkatruar. Dhe kjo është baza e programit të Partisë Demokratike për trashëgiminë kulturore. Ne sigurisht jemi krenar për historinë tonë, jemi krenar për identitetin dhe Shqipëria madhështore do të thotë një Shqipëri krenare, një Shqipëri që mbron identitetin e vet dhe lartëson atë kudo në botë. Ne do të ndjekim të gjitha parimet dhe të gjitha manualet që përcakton UNESCO në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Jo vetëm për ato pasuri që janë të inskriptuara në UNESCO, por kemi edhe një betejë për të shtuar trashëgiminë që inskriptohet në UNESCO. Unë kam paraqitur që këto kohë dhe ka marrë një lloj mbështetje, por duhet mbështetja e shtetit shqiptar. Dhe ajo do të jetë mbështetja e qeverisë Berisha për të inskriptuar gjërin e Gramës si pasuri e mbrojtur UNESCO. Mund të bëjmë dosjet për Bylisin dhe kemi pasuri të jashtëzakonshme në Shqipëri që me punën e ekspertëve po aq të jashtëzakonshëm ne mund të inskriptojmë dhe të marrim mbrojtje dhe njohje për Shqipërinë. Dhe madhështia e Shqipërisë është pikërisht trashëgimia kulturore e Shqipërisë. Ne kulturën do ta vëmë në funksion të edukimit, të socializimit dhe të turizmit. Ne kulturën nuk do ta trajtojmë në funksion të oligarkëve për të bërë qendra tregtare me emrin qendra vizitorësh, për të bërë vila private apo resorte. Turizmi, nëse ka kuptim kur lartëson trashëgiminë kulturore, kur vjen për të veçantën që është Shqipëria. Nuk vjen njëri në Shqipëri për të parë kullat, gjën shumë më të bukura në Dubai. Nuk ka nevojë të vinë në Shqipëri. Vjen për atë që është e veçanta e Shqipërisë, edhe e veçanta e trashëgimisë, por edhe veçanta e kulturës, si kultura jo materiale, e riteve, zakoneve, e besës shqiptarit, e traditës shqiptarit, e këngës shqiptarit, e valles shqiptarit. Dhe të gjitha do duhet lartësohen, edhe të mbrohen dhe trashëgohen nga njëri brez në tjetrin të paprekura. Ne do të fusim me ligj një koncept që është vlerësimi i impaktit në trashëgimi. Është koncept i përdorur nga UNESCO, është standard evropian, është në gjitha konventat e Bashkimit Evropian që do të thotë çdo ndërhyrje që ti duhet bësh në trashëgiminë kulturore nuk kalon dot, po nuk mori vlerësimin e impaktit që jep në trashëgimi. Qoftë kjo natyrë zhvillimore, ndërtimore, çfarë do lloji tjetër. E dëmton këtë trashëgimi?
apo e ruan edhe e lartëson atë. Çdo gjë që e dëmton është ndaluar. Çdo gjë që e lartëson, i shton vizitorët, i shton mundësinë, patjetër që do të vlerësohet dhe do të lejohet. Ajo që ka qenë një skandal në fakt në Shqipëri, edhe profesor Baçi besoj e bashkëndan me mua, është skandali që ndodhi në Durrës, në amfiteatrin e Durrësit. Me një VKM ka ndaluar Institutin e Arkeologjisë dhe arkeologët shqiptarë që të gërmojnë. Ka ndaluar që të punojnë në Durrës, sepse ja kanë dhënë ADF-s dhe një kompanie Tauland SHPK, dhe vetëm ata mund të gërmojnë, vetëm ata mund të kërkojnë trashëgiminë tonë kulturore. Kjo merr fund, garant për trashëgiminë tonë kulturore janë arkeologët tanë, janë institutet tona, janë institutet e monumenteve të kulturës, është Ministria e Kulturës, dhe kur një privat nuk merr tagrin që të bëjë ai kërkimet edhe gërmimet e historisë tonë. Ashtu siç anullohet menjëherë kjo VKM skandaloze që ndalon institutin që ka që nga 1966 që gërmon. Që me profesor Cekën, me profesor Baçën, me gjithë me radhë që kanë sot pamundur të shkelin Durrës, sepse Durrësi është dhënë me koncesion për këtë kompani. Ne rivitalizojmë shkollën e guidave. Ciceron të certifikuar që e tregojnë historinë siç është, dhe jo Ciceron që vinë me vete sipas tureve të caktuara. Dhe njëri e tregon turke, njëri greke, njëri rumune, tjetri si dojnë, ndërkohë që ne kemi përgjegjësi për atë që transmetohet. Dhe siç e tha me drejt doktor Berisha, është epoka e digitalizimit. Do duhet të punojmë dhe kemi në programin ton audio guidat e digitalizuara që gjithë secili të ketë mundësi të dëgjojë me kufjet e veta dhe të ketë mundësi të shëtisi sitet e trashëgimisë tonë kulturore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme se si ne e përcjellim të huajt, por edhe të shqiptarët për ta njohur më mirë. Dy pikat e fundit kanë të bëjnë me elementin e futjes si një moduli lënde me zgjedhje që në gjimnaz për trashëgiminë kulturore, për historinë e ndërthurur me trashëgiminë kulturore në mënyrë që nxënësit ndjes të rriten me dashurinë për atë dheun, me njohjen e kulturës dhe me krenarinë që jemi shqiptarë, se kemi jashtëzakonisht shumë arsye për të qenë krenarë që jemi shqiptarë. Dhe e fundit ka të bëjë me bonusin rinor të kulturës, ku 100 projekte çdo vit rinore, ku rinia të angazhohet për lartësimin e trashëgimisë kulturore, të kulturës materiale dhe jo materiale, financohen nga qeveria Berisha në mënyrë të tillë që edhe të rinë të shtym të merren me kulturën, por edhe kulturën e ndihmojmë duke bërë projekte të tilla që maksimizojnë njohjen e saj dhe futjen në jetën social-kulturore të vendit. Këto janë paka shumë ato që ne do të bëjmë mbas 11 majit me Shqipërinë madhështore, me qeverinë Berisha dhe me votën e çdo shqiptari që e do kulturën, e do vendin, e do identitetin dhe që ndihet krenar që është shqiptar. Shumë faleminderit. Faleminderit Tina. Kam tani kënaqësinë që t'i kaloj fjalën aktor